Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër, e ftuara ime e këtij mëngjesi është zonja Violeta Staka, drejtore e Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore. Mirëmëngjes Violet, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes ju dhe gjithë atyre që na dëgjojnë. I përshëndesim të gjithë, besoj se interesi është i madh, sepse natyrisht institucioni ju i frekuentohet shumë, çdo ditë komunikoni me njerëz që vinë të interesohen apo jo? Po, absolutisht, interesimi është shumë i madh. Gjithmonë e them që ndoshta është i vetmi institucion ose problemet që ne trajtojmë gjenden në çdo familje, absolutisht, sepse gjithkush o është mosh pensioni, o është në pension, o për një arsye apo për një tjetër merr një lloj përfitimi tjetër që ne ofrojmë, siç mund të jetë përfitimi për pavësi, për barlinje, mund të drejtohet për një kompensim për vjetërsinë e punës. Mendoj që është një numër i madh kërkesash që njerëzit gjejnë zgjidhje pranë nesh. Edhe po t'i referohemi numrit të njerëzve që ju kanë frekuentuar pikërisht në këtë periudhë është po them për shtatorin pranë zyrave të Adisas që bëhet pritja e kërkesave cilat ne i trajtojmë, janë 2250 veta cilët kanë bërë kërkesë dhe pjesa më e madhe tyre ka marrë përgjigje, sepse përgjigjet në varësi të kërkesave kur vjen fund muaji ndoshta shtyhet pak, dhe kanë marrë përgjigje për gjithë problematikat që ata kanë pasur. Megjithatë, reforma e re e pensioneve, e cila filloi që në 2015-ën, karakterizohet nga një ritëm tek interesi, tek periudhat e ndryshme, tek kategoritë e ndryshme që përfitojnë, qoftë burra, qoftë gra. Ajo ka ritëm natyrisht edhe në vendimet e ndryshme të qeverisë, në politikat e moshimit, të trajtimit të kësaj moshe, por edhe tek vendimet që dalin her pas here dhe që ndryshojnë në kategori dhe profesione të ndryshme. Po ligji i bazë që ne punojmë është i vitit 1993, por ndryshimet e herë parashme diktuara nga kushtet konkrete, nga interesat e grupeve të ndryshme që nëpërmjet presionit kanë bëjnë ndryshimet ligjore, absolutisht që bëjnë ndryshimet e herë parashme. Ndryshimet e fundit, po them që prekën një pjesë të mirë të legjislacionit në fuqi, ishin ndryshimet e vitit 2015, në të cilat u bën disa ndryshime, u fut për herë të parë pensioni social, ishte një risi, dhe bëhet fjalë për një numër relativisht madh njerëzish, të cilët deri në atë moment nuk janë trajtuar financiarisht nga shteti për shkak të mungesës vjetërsisë tyre në fund për arsye të ndryshme të tyre. Po kështu u bë filloi edhe rritja e moshës për gratë nga 2 muaj çdo vit dhe si rezultat i këtij ndryshimi sot dalin gratë 60 vjeç e 10 muaj, vitin tjetër 61 dhe vazhdimisht do të rritet çdo vit nga 2 muaj deri në momentin që ato arrin 65. Dhe absolutisht edhe shkallëzimi 2 muaj nga 2 muaj çdo vit u bë për faktin që mos nikoj dhe mos nihet menjëherë tek përfituesit femra rritja e moshës menjëhershme me qëllim që të jetë diçka më shumë se normale. Në fakt, po, ndryshime tjera ka edhe në kategori tjera, të cilat ata që ju interesojnë absolutisht marrin informacionin e duhur te ne, japim sqarimet e duhura me shkrim siç aty ne ju intereson, në çdo moment ditës qoftë tash përpara zyrave të Adisës që nga maj që ka filluar ky shërbim me agjencinë e Shkodrës, por edhe në zyrat e drejtorisë tonë rajonale, ku specialistët janë mendoj shumë të mirë dhe janë shumë të shqetësuar dhe shumë të gjendshëm për gjithë secilin që ka nevojë për çdo lloj arsye. Kur në krye të herës folëm për ritëm të këtyre reformave në skemën e pensioneve, bëhet fjalë shumë shpesh në shtyp, ne shohim informacione të ndryshme. Ja, për shembull, edhe sot shtypi kishte të bëjë me rritjen e pensioneve të policëve dhe ushtarakëve. Natyrisht informacione që edhe ju i përcjellni me një interes në mënyrë që t'i zbërtheni sa më parë. Po, absolutisht me një interes veçantë. Në fakt edhe unë nga shtypje lexova ose informova dhe ajo që të paktën më ra duke dhe mendoj që është një vendim shumë i mirë për shkak edhe të problematikës që ka kriju, është fakti i njohjes viteve kontributive për gjithë ata që kanë derë kontribute si vetë punësuar në bujqësi, kur banimin e kanë në qytete të tjera. Me ndryshimet ose me ligjin ndërtash ajo vjetërsi nuk ju njihej. Dhe me këto ndryshime që lexova, gjithmonë që u njoha nëpërmjet shtypit, ju jep një avantazh këtyre njerëzve për shkak se nuk ju humb
ajo periudhë kontributive ju ndikon në rritjen e pensionit, në vlerësimin e tij, momentin që aty do t'i lidhet. Pavarësisht se deri tash ju është dhënë zgjidhja me një farë orientimi që ata do t'ju konvertoheshin në kontribute vullnetare, por gjithsesi ky vendim është favorizues shumë për ta. Ndërkohë që ndër informacionet e më të fundit flitet për një rritje 5% për 5 vite, pra 25% e një kategorie pensioneve. A mund të hedhim vështrimin rreth kësaj kategorie dhe çfarë është kjo rritje? Rritja e pensioneve është bërë në mënyrë periodike vazhdimisht me vendim Këshillit të Ministrave. Pensionet janë indeksuar, po them pothuajse vit për vit. Vitin që shkoi, këto u indeksuan në masën 2.8%. Unë nuk mund të flas për rritje të kategorive të përcaktuara 5% apo ku diun gjë, gjithçka duhet të jetë dokumentuar ose me një vendim bazë, por mund të flasim për shembull për ndryshimet që janë bërë me ligjin e 29/2019 i maj 2019, i cili flet për një shtesë të pensionit ose për trajtime financiare të gjithë atyre personave që kanë punuar në kategori të vështira, siç janë minator në tokë, metalurg, naftetar apo në industrinë e naftës dhe gazit, dhe ato janë ka dalë vendimi i Këshillit të Ministrave për të përcaktuar edhe mënyrën e përfitimit të tyre. Pranë ADIS-së janë pranuar kërkesat dhe ne jemi në proces të përpunimit të këtyre kërkesave, të cilat në vazhdimsi do të përpunohen dhe do të trajtohen në varësi të dispozitave ligjore. Megjithatë duhet theksohet që përfitojnë gjithë ata njerëz që kanë punuar nën tokë, dhe po them nën tokë sepse për rajonin e Shkodrës industria e naftës dhe gazit ndoshta përfitues këto për shkak të karakteristikave të këtij profesioni nuk është se ka, mund të jetë në një rast i veçantë, por gjithsesi nuk ka numër të konsiderueshëm përfituesësh, ndërsa për sa i takon nën tokës ka njerëz dhe do të përfitojnë gjithë ata të cilët kanë një minimum vitesh 6 vjet si minator nën tokë. Dhe përfitimi do të jetë 1% mbi vjetërsinë që ata kanë, por gjithsesi për llogaritja e saktë ose përfitimi i saktë do të jepet gjithë secilit mbas dokumentacionit që ata kanë filluar tashmë ta dorëzojnë pranë ADIS-sës dhe ne kemi filluar ta përpunojmë pranë zyrave tona. Gjithsesi çdo lloj kërkese që ne marrim nga ADIS-a, nga ana jonë trajtohet dhe kthehet i përgjigje me shkrim dhe gjithë secili do të njoftohet për masën e rritjes, për kohën e rritjes. Pra çdo rast është specifik. Çdo rast është specifik në varësi të vjetërsisë punës që ka, në varësi të momentit që ka dalë, sepse këtë e përfitojnë vetëm ata që kanë dalë në pension dhe kanë punën tokë deri me 31/12/2014, pasi mënyra pjesa tjetër trajtohet me ligjin e ri dhe mënyra llogaritjes është tjetër. Pra janë gjëra specifike që të them gjithë secili rast është specifik dhe do trajtohet absolutisht me angazhimin maksimal tonin nga specialistat e pasë. Kisha një ndërhyrje tek pensionet minimale dhe ato maksimale. Si kanë variuar gjatë këtyre periudhave? Si kanë ecur? Po një ndër ndryshimet që bëri edhe ligji i ri i sigurimeve shoqërore 2015 hoqi konceptin e pensionit minimal dhe pensionit maksimal. Ne kemi një pension bazë që është pensioni social dhe ai merret vetëm për ato raste kur njerëzit kanë 15 vite. Pra është minimumi i një pensioni që është 7.400 lekë sot. Dhe maksimali nuk ka kufi. Çdo njeri e ka në dorë vetë masën e pensionit në një farë mënyre, sepse masa e pensionit do të varet nga numri i viteve kontributive që ka gjatë kohës, por edhe nga paga që ka marrë për shkak të profesionit që ka, të pozicionit punës që ka pasur etj. Ju jeni direkt e lidhur me njerëzit, komunikoni vazhdimisht. Në zonën tonë, në Shkodër, në një përshtypje të përgjithshme, masa e pensionistëve që përfitojnë pension ka më shumë ato që përfitojnë minimal, maksimal, mesatar apo maksimal. Si ndahet ky raport, të paktën në zonën tonë? Nuk mund të flas për raport, ama më vjen mirë që absolutisht frimosin për ditë pensionet, të cilat e kalojnë masën mbi 30.000 lekë të reja ose 300.000 lekë. Ka pensione që arrin deri te 37.000 lekë të reja, që po them duke nisur nga kufizimet që ka pas ligji përpara, kufizimi ka qenë dyfishi pensionit minimal dhe pensionet kanë shkuar 24.000 lekë maksimumi, dhe pavarësisht nga paga që ke pas, nga pozicioni që ke pas, pensioni pleqnisë nuk e ka kalu këtë kufi, ama sot ky kufi është i hequr dhe absolutisht në varësi tash është shumë e domosdoshme tek sot, në varësi të viteve kontributive që ka gjithë secili. Ama po edhe të punës që ka,
që ka bë ndër vite dhe që ka bë edhe kohët e fundit, absolutisht çdo moment kontributiv i jetës së tij përllogaritet në masën e pensionit. Prandaj them se është shumë e rëndësishme që gjithë secili ta mendoj, ku ka vite bësh është mundësia gjithsesilit që ata munden me ble vite kontributive për të rritur numrin e këtyre viteve. Kjo është megjithëse ne shfrytëzojmë gjithmonë momentin, rastin kur jemi nëpërmjet mediave apo edhe sqarimeve të ndryshme që njerëzit vinë, përpiqemi që ti ndërgjegjësojmë që numri i viteve ka shumë rëndësi në masën e pensionit. Përsëri ndodhemi përpara fakteve që pasi lidhet pensioni dhe llogaritja mund të mos jetë e kënaqshme për raste të veçanta, njihen të pendum njerëzit dhe është shumë e domosdoshme që ta dinë që edhe pasi lidhet pensioni ose pasi moshën për pension, nuk i lejon ligji që të bëjnë derdhjen e viteve kontributive. Prandaj është shumë e rëndësishme që njerëzit interesohen më përpara. Me ligj ata munden me bëj një kërkesë për një pension, për kërkesë paraprake për pension, një vit përpara se ata të mushin moshën, çka do të thotë burra 64 vjeç dhe gratë rreth 60. Po them një vit përpara se të bëjnë moshën, bëjnë një kërkesë paraprake për pension, nëpërmjet cilës ne kërkojmë vitet e tyre të punës, nëse ata nuk e kanë dokumentacionin ose me dokumentacionin që ata kanë, ne bëjmë përllogaritit e viteve të punës dhe ju themi sa vite kanë. Dhe ata e kanë mundësinë deri në momentin që bëjnë 65 vite, për periudha që ata kanë bosh, të blejnë vitet kontributive dhe të kontribojnë te pensioni i tyre, të ndihmojnë veten e tyre sepse gjithmonë bëhet fjalë për një moshë që mundësitë fizike nuk janë edhe për punë dhe absolutisht është i domosdoshëm edhe përfitimi që ata marrin. Ju thatë që ka shumë rëndësi sigurimi i viteve. Po paga, masa e pagës, sa ndikon tek një pension nëse ka patur një pagë minimale, natyrisht pensioni nuk mund të jetë pavarësisht se ka vite. Absolutisht, masa e pensionit varet nga dy faktorë. Tham që është nga shuma fikse deri diku që është pensioni social, pensioni bazë ose pensioni social, por edhe kjo është në varësi të viteve që ke, sepse shumëzohet me koeficientin e viteve që ti ke dhe viteve që kërkon ligji në momentin që gjithsecili del pension. Dhe është në varësi të numrit viteve, sa më i madh vite, edhe kjo shumë rritet, pra nuk rrin 74.000 që është sot, por në varësi të këtij koeficienti është edhe më e madhe. Dhe është edhe pjesa tjetër e pensionit që është varet nga pagat dhe është 1% në varësi të viteve e bazës vlerësueshme të gjithë pagave që gjithsecili ka marrë gjatë të periudhës vet kontributive. Pra paga ka rëndësinë e vet. Ka shumë rëndësi, kanë të dyja rëndësi, janë progresion, si më thon, varësi tyre rritet shumë varet totalisht masa e pensionit. Pra secila pjesë ka atë rëndësinë e vet, edhe numri viteve të pensionit, edhe paga. Absolutisht që paga ka një rëndësi shumë. Besoj se një ndër dokumentat bazë është libreza e punës, apo jo? Po, është dokumentacion bazë. Është shumë i vlefshëm në kuptimin kur për ata njerëz që e kanë rujt dhe e dorëzojnë, na ndihmon si ata po edhe ne, sepse ne jemi të nevojshëm që të paktën në kjo periudhë që ne kemi kaluar ka ndikuar edhe te dokumentacioni i vjetërsisë, ka pas dëmtim të këtij dokumentacioni një pjesë të mirë ti, sidomos të ish kooperativave, por edhe të ish ndërmarrjeve shtetërore që kanë qenë në rajonin e shkollës. Dhe pajisja e dokumentacionit me daljen e vendimit 482/2016 në fakt, ne na jep shumë mundësi që të vlerësojmë këto vite kontributive dhe mos ta vështirësojmë punën as për personat që atë përfitojnë, por as për specialistat tanë dhe është mundësia që t'ju njihet shumë mirë. Ama ndodh që librezat e punës mos jenë si veprohet kur humb një librez pune, nuk ndodhet. Po, ka raste, po. Ne kemi në sistem informatik gjithë vjetërsinë e punës të gjithë institucioneve shtetërore edhe kooperativave bujqësore për qarkun e Shkodrës. Pra, nëpërmjet një kërkimi në sistem, ne arrim gjejmë vjetërsinë për gjithë ato ndërmarrje shtetërore dhe kooperativa, por që e kanë pas, ose që ne që administrojmë dokumentacionin, por ka nga ato që ne nuk e administrojmë të dokumentacion, se mund t'jetë djegë për arsye të ndryshme. Ndodh që për një pjesë prap ne kemi bordero dhe verifikimi vazhdon nga specialistat tanë në për bordero. Ama ndodh që nuk ka librez pune, nuk ndodh në sistem, nuk ka në bordero, sepse s'ka bordero, absolutisht e vetmja rruga është procesi gjyqësor, që mund të ndjeku njerëzit dhe ne i adresojmë gjithmonë i orientojmë zyrtarisht, si me thanë, rrugën që duhet ndjekin.
dhe duhet i drejtohen procesit gjykatave, absolutisht, sepse ato janë vetmet institucione që bëjnë vërtetimin e faktit që janë së mirë marrëdhënie pune. Në fakt, Violete, gjatë kësaj periudha ju përballeni me raste të ndryshme, por që gjithsesi lidhen me kërkesa të vazhdueshme për një llogaritje sa më të saktë të pensionit të masës që ata kanë kontribuar në mënyrë që të përfitojnë. Në fakt, në rast të një kërkese për rritjen e pensioneve, si veprohet? Ka patur edhe informacione të tilla. Domethënë që të kenë një pension më të madh. Bëhet fjalë për rishqyrtim sepse pretendohet se mund të mos i llogarit mirë, apo mendon që mundet pas daljes një pensioni, dikush pretendon që të ketë një pension më të mirë? Të ketë një pension më të mirë. Atëherë ka raste që njerëzit janë të pakënaqur me masën e pensionit për arsye se për tjetër. Në të gjitha këto raste ne i orientojmë që ata të bëjnë një kërkesë për rishqyrtim. Dhe në kërkesën për rishqyrtim ne rishohim dokumentacionin dhe me idenë që edhe çdo person të bindet që llogaritja është e saktë. Dua ta theksoj se specialistat që punojnë në ndegën e përfitimeve dhe jo vetëm janë shumë të mirë. Janë për një kohë relativisht të gjatë, domethënë me specialistat ose me administratën aty nuk është lujt asnjëherë në kuptimin e gjës që është lujt në këto 20 vite. Dhe administrata është stabilizuar, njohin shumë mirë bazën ligjore, janë jashtëzakonisht përkushtuar për llogaritjen e saktë pensionit, por edhe po them ndryshimet në sistemin ose përdorimi informatizimi i gjërave e ka bërë edhe më të thjeshtë, edhe më të kollajt dhe më të sigurt llogaritjen e saktë të pensionit. Ama momentin që lidhet pensioni, nuk ka asnjë mundësi për rritjen e tij. Në kuptimin që thash jepet e drejta çdo personit të derë kontribute deri në momentin që bën moshën për pension. Momentin që bën moshën për pension e mas, ai e ka vulos vetë masën e pensionit të tij për gjithë pjesën tjetër të jetës. Bëhet fjalë vetëm nëse nuk janë mbuluar periudhë të caktuara që nuk janë gjetur dhe mund të gjenden dhe kjo mund të vazhdojë në kërkim ndoshta edhe me vite. Po, kam përshtypjen se me vite nuk ekziston, sepse gjithë dokumentacioni i vjetërësisë është i grumbulluar. Është pranë arkivës tonë pjesa e borderove dhe pranë arkivës qendrore në Institutin e Sigurimeve Shoqërore në Lundër për gjithë pjesën e dokumentacionit të regjistrave dhe i gjithi është i digitalizuar, është i hedhur në sistem dhe është i administruar në mënyrë shumë të mirë. Ne biles kemi të paktën këto 2 fitet e fundit jemi përpjekur që të grumbullojmë edhe dokumentacionin e gjithë atyre ndërmarrjeve shtetërore që janë kam sot, por pjesën përpara vitit 94, që kjo na jap ne mundësinë ti dorëzojmë te drejtoria qendrore arkivs dhe të bëhet digitalizimi i tyre. Kështu është bërë edhe me institucionin tuaj. Është marrë regjistri i gjithë punonjësve tuaj, është ne jemi të sigurt. Po besoj. Shpresoj edhe gjithë. Në fakt nuk e kisha fjalën për vete, por edhe absolutisht gjithkush lidhet. Por a ka raste kur në institucione apo ndërmarrje të ndryshme nuk janë derdhur kontributet dhe kanë humbur si rezultat punonjësit për periudha të caktuara, jo shumë të gjata, i kanë humbur vitet e punës. Si veprohen këto raste? Sepse ka patur ndoshta dhe raste të tilla. Ne mund të flasim për këtë situatë pas vitit 94. Përpara vitit 94 nuk ndodhemi në këtë situatë, kanë derdhë apo s'kan derdhë. Gjithçka atëherë ka qenë në mënyrë tjetër menaxhimi dhe absolutisht fakti që ke marrë një pag dikon ke qenë automatikisht i siguruar. Pas vitit 94 ne si institucion administrojmë gjithë borderot e gjithë subjekteve shtetërore, private, juridike, fizike dhe në bazë të tyre bëhet konfirmimi dhe llogaritja e pensionit. Ka raste që nga institucionet shtetërore pak, por sidomos subjektet private, ka mangësi të këtij dokumentacioni që për arsye të ndryshme nuk kanë dorëzuar pagesat periudha të caktuara, por ndodh që edhe njerëzit e deklarojnë vjetërsinë e punës në një subjekt apo në një tjetër dhe nga kontrolli që bëhet në arkiv nuk i del emri në listë pagesat që ne administrojmë. Kjo ndoshta mund të jetë bërë për rregullsi të administratorëve që ata kanë pas, por mund të jetë bërë edhe për informalitet të tjera. Kjo edhe mund të jetë edhe pjesë e informalitetit. Ndoshta personi i tillë është marrë punë zez, i jashtën që i siguru dhe momentin që ka moshën pensionit nga verifikimi që bëhet ai nuk del i sigurum. E mund të jetë edhe pjesë e informalitetit, por nuk e them dot me siguri se po flasim për një kohë të shkuar që administrator kanë qenë të tjerë dhe nuk mund të flasim me siguri kur gjërat nuk janë të dokumentuara, pastaj pjesa tjetër mund të jetë kjo, mund të jetë ajo,
vlerësimin e gjithë secilit. Gjithsesi në këtë raste, kur duket sikur humb viti i punës ose vitet e punës. Nëse duhet ta theksoj, nëse emri nuk është në listë pagesat tona sigurimeve shoqërore, absolutisht ajo periudhë nuk i njihet si vjetërsi punë. Nuk njihet si vjetërsi punë nëse nuk është e dokumentuar në listë pagesat. Dhe përgjegjësi është ai që është marrë me pikërisht me këto derdhjen e kontributeve, po nuk i ka derë. Përgjegjës nuk është personi që ka ardhur me kërku pensionin, dhe përgjegjës nuk është as instituti i sigurimeve shoqërore, është personi i ndërmarrjes. Dhe është ose institucioni. Është ai person që nuk ka zbatuar detyrën e tij ose detyrimin e institucionit për dorëzuar listë pagesat pranë sigurimeve shoqërore, por që pasoja bie mbi atë që vjen për të kërkuar për pensionin. Dhe kjo është ka patur zgjidhje apo kanë mbetur të pambuluara këto periudha? Them edhe një herë, momenti që moshën për pension është krejt e pamundur që dikush mundet me shtu vitet kontributive. Është krejt e pamundur. Prandaj është mundësia që një vit përpara se të moshën për pension bëj kërkesë paraprake, nëpërmjet cilës ne jemi detyruar të japim atij një përllogaritë të viteve të punës që ai ka. Dhe ka mundësinë brenda një viti që ose të bëj derdhjet ose nëpërmjet informacioneve, se shpeshherë edhe informacionet që njerëzit japin nuk janë të sakta, nuk janë detajuar për arsye të kohës, shpeshherë ndoshta dhe harrojnë, ndoshta dhe ngatrojnë, dhe edhe informacioni, si më thon, më i detajuar, ne na ndihmon që nëpërmjet atij informacioni të bëjmë verifikimet në bordero, apo mund të jetë edhe gabim në sistem, që sepse sistem gjithçka hedh normal nga persona të ndryshëm, dhe mund të jetë edhe një gabim, edhe një i shkruar gabim, ne për shembull është pak e pamujtur me gjetë, por me sqarimet ose me mundësitë e kërkimit janë edhe me datlinje, janë edhe me mbiemër, pra janë mundësi të ndryshme që ne mund të eliminojmë gabimet, po them që mund të riparohen, por në asnjë rast në momentin që njeriu moshën për pension e ka të pamundur të shtoj vitet e tij kontributive. Pra një mesazh nga kjo pjesë e bisedës, ju që jeni në prag të pensionit, është e mira që një vit më herët se të mbushni. Është e domosdoshme mendoj unë. Sidomos ata që nuk kanë një libresë pune. Të bëj një kërkesë paraprake në mënyrë që të rishikohet gjithë ecuria e viteve të punës dhe nëse ka probleme kontributive, nëse ka probleme ka zgjidhje korrigjimit ose një zgjidhje. Në fakt, cilat janë kushtet për të plotësuar një pension maksimal? E thamë që nuk ka pension maksimal. Nuk ka pension maksimal. Pra gjithçka varet nga optimal, më mirë të themi të plotësuar në të gjitha kriteret. Atëherë sot çdo burri dhe çdo gruaje që del në pension sot, që ka plotësuar moshën, i duhet të ketë 36 vite 8 muaj. Për mos ta penalizu formula llogaritjes pensionit, sepse edhe po pati më pak pensioni do të llogaritet, por thamë që pensioni social shumëzohet me një koeficient me vitet e veta përmbi vitet që kërkon ligji, dhe kur ky koeficient është më i vogël, kjo shumë ulet, kur ky është më i madh, kjo shumë rritet. Po kështu thamë edhe baza vlerësuar rritet, shumëzohet me numrin, me përqindjen, që është numri i viteve që ti ke kontribuar gjatë viteve. Pra është shumë i rëndësishëm numri i viteve në llogaritjen e pensionit. Ndikon në të dyja pjesë e formulës llogaritjes pensionit. Në fakt ju më herët thatë që shumë shpesh po firmosim pensione 30.000, 37.000. Kjo është diçka natyrisht, nuk mund të plotësoj të gjitha nevojat që mund të ketë një pensionist gjithmonë. Pensionet tona në Shqipëri janë të mos i krahasojmë, por le të shpresojmë që ata të jenë. Po mendoj që ajo shumë i afrohet pak a shumë edhe një pagë që janë sot në një pjesë të mirë të institucioneve. Ose ka njerëz për shembull, ose ka kategori profesione që janë me një pagë minimale ose një pagë 30.000 lekë që janë më të vogla se pensioni. Kështu që në këtë aspekt mendoj që në raport edhe me sa mund të ishin me ligjin e vjetër, mendoj që shuma është shumë e mirë. Masandaj për llogaritjen e shpenzimeve gjithkush e bën gjithmonë bazë një buxheti dhe është bërë gjithmonë në varësi të asaj që ke për llogaritë dhe shpenzimet e tua. Ama për pjesën e moshën e njerëzve që janë pension pleqënie, për shkak edhe të moshës, problemet edhe shëndetësore, dhe ndoshta njeriu e ndjen nevojën e mjeteve financiare që ti ke. Por një shumë e këtij pensioni mendoj se është e mirë dhe mendoj se plotëson ato nevojat e gjithmonë
flasim për pensione që thamë janë shumë të mira. Ka pensione pastaj që janë edhe të vogla për shkak të mungesës viteve të tyre kontributive, për shkak punës kohës relativisht gjatë që kanë punuar në kooperativat bujësore dhe koeficienti që llogarit pagat për atë periudhë është i vogël dhe prandaj është shumë e domosdoshme që këta njerëz që kanë vite në kooperativat ta ndihmojnë veten duke vetë siguruar si të vetë punësuar në bujësi sepse ndikon shumë përveç viteve edhe në masën e pensionit sepse baza e vlerësuar është ndikon në masën e pensionit që ju jeni drejt për drejt me të interesuarit. Institucioni juaj, siç thatë edhe më herët, vlon gjithmonë me njerëz që interesohen. Sa interesohen për kontributin vullnetar? Ka interesa? Si është ky sektor? Po them që ka interes dhe është interesi më i madh është i atyre që jetojnë jashtë dhe është interesi më i madh i atyre që jetojnë jashtë për veten e tyre, por edhe për njerëzit që kanë këtu. Dhe kjo më bën pak përshtypje sepse atje njerëzit më shumë ndërgjegjësohen për gjëra që ju interesojnë në një moshë që nuk e kanë mundësinë fizike për të punuar gjatë gjithë kohës, ndërsa këtu ne më pak ndërgjegjësohemi, pavarësisht se përpiqemi, komunikojmë, flasim, njerëzit janë më pak besues ose janë më pak optimist ndoshta nga ajo që vëre, por gjithsesi interesimi është, ka njerëz që paguajnë me 10 vite, me 8 vite, e sidomos ata njerëz që kanë një farë periudhë kontributive përpara viteve 94 dhe për një pjesë vitesh ju mungojnë për të marrë pensionin, po themi të paktën pensionin social që jepet këtu, absolutisht bëhet mbulimi i këtyre periudhave për ta siguruar, sepse është mundësia të marrin të dyja pensionet, edhe këtu për këtë periudhë, edhe në vendet ku ata kanë jetuar. Megjithatë, masa e këtij sigurimi vullnetar nuk është e vogël, mbi 600.000 lekë të vjetra. Mbi 600.000 lekë vjetra në vit, por mendoj nuk bëhet raporti është i vogël se po të mendosh një vetpunësuar në sektorin privat në Shkodër, masa e kontributive që ai paguan është shumë më e madhe. Dhe këtu ta jep mundësinë shteti dhe ta jep mundësinë shteti që ti mos supi një pjesë mirë viteve kontributive që ke para vitit 94, që dikush mund t'i ketë 10, 12 dhe për 2-3 vjet ty të mundësia për me marrë përfitimin që ta jep ligji. Dhe kam përshtypjen se gjithmonë vlerësimet janë relative. Do të mendosh që tu derdhë edhe për atë pjesë të kohës që moshës tënde të jetesës që ti je i pazoti fizikisht i shërbesh vetes. Duhet mendosh që të siguruar një pagesë që e ke pagesë fikse, që e ke të garantuar, e merr çdo muaj, çdo datë të caktuar dhe mendoj që është një ndihmë financiare e domosdoshme. Violet, ndoshta mund të mos jetë kërkesë për një përgjigje nga ana juaj, por sinqerisht më bën përshtypje. Për njerëzit që kanë punuar para viteve 90, pensionet e tyre pavarësisht nga stadi i vendit të punës relativisht kanë mbetur të vogla, 150, 60 ose 170.000, pavarësisht se kanë punuar 30 vite. Në atë kohë, domethënë koeficientat me masën e pensionit nuk e di si lvizin, ndërsa sot për shembull pensioni mund të shkojnë mbi 250, i njëjti profesion, por në kohë të ndryshme ka diferenca. Po thamë që është ligjëri që jep të favor sot. Atëherë pavarësisht pozicionit punës që ke bë, pavarësisht pakës që ke marrë, je kufizuar te pensioni maksimal. Përveç kësaj edhe vetë ndryshimet tona, ndryshimet që kalon nga një sistem në një sistem tjetër, ndoshta ndikuan edhe një farë pabarazi edhe në mënyrën e llogaritjes, ama janë ndërmarrë disa faza gjatë këtyre 25 viteve për ngushtimin e këtyre diferencave dhe ka një numër relativisht të madh pensionesh që kanë përfituar nga ngushtimi ndër këto faza. Ka njerëz që kanë fituar në 3-4 faza për shkak të pozicionit punës së tyre që kanë pasur edhe për shkak të pakës, edhe për shkak të periudhës në cilën ata kanë dalë në pension. Dhe nuk mund ta them që ka shumë, ama ka njerëz që ndoshta nuk kanë marrë atë që i takon për shkak momentit që ai ka dalë në pension për shkak të bazës ligjore që ka qenë, ose edhe për shkak se nuk e kanë kapur këtë faza të ngushtimit të këtyre pensioneve. Megjithatë ne në përgjithësi çdo njeri që ka pretendime për masën e pensionit, absolutisht i shifet dosja nga fillimi deri në fund. Nuk bëhet fjalë në këtë rast për llogaritjen nga ana juaj, sepse ajo shpesh është transparente dhe mund të përsëritet dhe ripërsëritet deri që një njeri të ndërgjegjësohet plotësisht. Bëhet fjalë për këto ecuri edhe në zbatimin e ligjit. Në fakt e kuptova dhe absolutisht i qendroj shpjegimin që thash që fazat e ndryshme e kanë
e kanë zhdu këtë pabarazi dhe një pjesë e mirë e tyre kanë shku në nivelin që u takon për pozicionin e punës që kanë pas dhe për pagën që kanë pas. Nuk mund të flas kategorikisht 100%, por ama pjesa më e madhe e tyre ka shku në pozicionin. Ndërkohë për pensionet e ulta gjithmonë ka disa favorizime në kompensimet e ndryshme, natyrisht për dritat, për qerat, për ka kompensimi i dritave jepet për gjithë pensionista që plotësojnë kushtet bazën ligjore, pavarësisht nëse pensioni është i madh apo pensioni është i vogël. Dhe gjithë secili mundet, ne sot kemi rreth 5000 persona që marrin kompensimin e energjisë elektrike. Dua ta theksoj që janë rreth 20.000 lekë të vjetra që një familje merr kompensim energji elektrike nga sigurimet shoqërore, kur ata plotësojnë kushtet gjithmonë. E theksoj gjithmonë, duhet patjetër se s'ban që duhet të ketë një kontratë me energjinë elektrike, patjetër, domosdoshmëri ta ketë një kontratë, të ketë konsum energji elektrike, në shpesh na ndodh që na bëjnë kërkesë për kompensimin e energjisë elektrike në momentin që e kanë konsumin zero. Dhe unë nuk e kuptoj, nuk arrit ta kuptoj, po më ndodh që jetë. Mund të jetë kjo, mund të jetë që janë jashtë dhe nuk po gjykoj. Por po thamë që duhet të ketë konsumin e energjisë elektrike, nuk duhet të ketë njerëz të punësuar, duhet, domethënë mos kenë të ardhurat të tjera në kuptimin të kenë vetëm pensionin ose familje pensionistash si i thon, dhe duhet të ketë një konsum. Vendimi i vitit 2006 ka një nivel konsumi për ta përfituar atë lloj kompensimi. Por nëse një familje, një person i plotson këto kushte ligjore, absolutisht merr deri në 20.000 lekë vjetra kompensim energji elektrike pavarësisht masës pensionit. Dhe janë një pjesë e mirë e pensionistave që i përfitojnë këta. Edhe kur janë dy pensionista, ka një numër të konsiderueshëm që përfitojnë të kompensim, për ditë ka kërkesa, për ditë kthejnë përgjigje, për ditë japim sqarimet e duhura, shpeshherë shoh që edhe shtypi është jashtëzakonisht i fokusuar dhe ndoshta edhe nga titulli thotë tjera gjë dhe kur futesh është tjera gjë dhe në fakt mbaj përshtypje që në fakt ndoshta titulli mund të jetë pak tërheqës, por kur futesh sqarimet janë korrekte në përgjithësi dhe ju japin edhe dokumentacionin që duhet dorëzojnë, sepse duhet theksohet që çdo lloj përfitimi që jepet ose çdo lloj shtesë përfitimi është i shoqëruar me dokumentacionin e përkatës. Me përjashtim të rritjeve indeksimeve të pensioneve që bëhen automatikisht mbas vendimit të Këshillit të Ministrave në përqindje të caktuar dhe bëhen automatikisht dhe njerëzit nuk janë të detyruar të dorëzojnë dokumentacion shtesë. Pra gjithmonë rritjet indeksimet që bëhen me vendim të Këshillit të Ministrave që e marrin gjithë pensionistat nuk ka nevojë për dokumentacion shtesë. Të gjitha shtesat e tjera që përfitojnë kategori të ndryshme me vendimin e Këshillit të Ministrave apo me ndryshime ligjore të përcaktuara, automatikisht kërkojnë dokumentacion. Por gjithsesi me insistimin edhe të qeverisë në përgjithësi, po përpiqemi që mos kërkojmë shumë dokumentacion. Ne si institucion bëjmë korrespondenca qoftë me institucionet brenda qarkut tonë, por qoftë edhe me drejtoritë rajonale ku vjetërsia ndodhet në rajone të tjera, me qëllim eliminimin e sërollatje pabajtërakëve. Digitalizimi besoj se ka zgjidhur. Ka ndikuar shumë, ama sot ne si Shkodër verifikojmë, po themi, vjetërsinë e qarkut Shkodër, por momentalisht nuk verifikojmë dot vjetërsinë e qarqeve të tjera dhe është domosdoshme korrespondenca me qarqet e tjera, me drejtoritë e tjera rajonale për të siguruar ka një bashkëpunim në absolutisht bashkëpunimi është maksimal, sepse ka bazë ligjore të përcaktuar, ka detyrim gjithë secili që t'i përgjigjet tjetrit për lidhjen e pensioneve. Të them drejtën, të paktën ne si drejtori e kemi prioritet dhe absolutisht çdo korrespondencë që është me rajonet e tjera kryhet në një, po them, periudhë rekord. Jo në të njëjtën mënyrë na përgjigjen rajonet e tjera, por gjithsesi përgjigja është domosdoshmërisht na kthehet përgjigje për çdo lloj kërkese që kemi, qoftë edhe me institucione qendrore, por edhe me drejtoritë tona rajonale. Ndërkohë, meqense jemi tek bashkëpunimi, ju përmendët zyrën e Adisas, e cila ka disa muaj që funksionon, si ka ndikuar në mbarvajtjen ose në bashkëpunimin për të përgjigjur kërkesave të shumta që kanë. Po për hir të vërtetës duhet të themi që pritja aty është shumë më komode se çka kënd agjencia jonë, për vetë faktin se çdo person që shkon për të marrë shërbimin i ofrohet një numër, pra nuk bëhet fjalë të kesh atë stresin kam radhën, s'kam radhën, më fut, absolutisht të pajisit me një numër. Janë kushte komode edhe për pritjen radhë, duke ju ofruar
komoditetet e dura, ngrohje, ftohje, absolutisht janë shumë më të mira. Absolutisht për çdo lloj problematike që mund të kemi se zgjidhja si vjen më shpejt, vjen më saktë. Ata nuk bëjnë vetëm pritje dokumentacion. Zgjidhja vjen prej nesh. Gjithmonë zgjidhja është gjithmonë dhe gjithçka zyrtare absolutisht është korrekte. Po them është e njëjta mënyrë veprimi siç ne kemi pasur agjencinë me përjashtim të faktit që për mendimin tim komoditeti i pritjes i marrjes shërbimit është më i mirë te Adisa, shumë më i mirë në raport me se çka qenë te agjencia jon. Kam përshtypjen se po fillon edhe malësia e madhe të kalojnë me Adisen dhe të marrin një shërbim më komod për gjithë secilin, absolutisht të paktën më komod edhe më të kualifikuar për çdo lloj problematike që kemi ne përpiqemi të komunikojmë me kolegët atje, me qëllim që edhe njerëzit marrin sqarimet e duhura, njerëzit marrin përgjigjet që kërkojnë dhe në fundit shkojnë sqarum. Nuk është e domosdoshme që të marrin gjithë po, por edhe johën që ta marrin të argumentuar, të jetë i bindur për një përgjigje që merr gjithsesi. Violet, janë shumë probleme që ju i ndiqni vazhdimisht dhe ndoshta nga biseda tepër sqaruese juaja çdo i interesuar ndez një dritë në qartësimin e problemit, por gjithmonë komunikimi i drejt për drejt me çdo rast që është specifik e bën më të qartë caktimin e një mase apo një tjetër të pensionit. Mjafton që ai të saktë, të jetë në kohë, të jetë transparent, të jetë gjithmonë në një komunikim njerëzor. Në fakt, një gjë desha shfrytërasin them. Në përgjithësi unë i shoh njerëz që komunikojnë me njëri tjetrin, komunikojnë ndoshta edhe me njerëz të cilët e marrin veten për specialista dhe shpeshherë kur vinë dhe interesohen më shumë janë të hutum sepse nga ajo që kanë ndëgju tavolina dhe kafe dhe muhabete shoqërore të tjera. Absolutisht gjithsecili ka drejtën e vet, ama unë mund t'i them gjithsecilit që për çdo lloj paqësie që ka ose për çdo lloj problematike që ka me pensionin e vet, është shumë e rëndësishme të drejtohet ose te zyrat e Adisës të bëjë një kërkesë për çdo lloj pretendimi që ai ka, ose te zyrat e sigurimeve shoqërore. Dua të theksoj edhe një gjë që ne lidhim pensionin mesatarisht për 10 ditë në Shkodër. Për 10 ditë në Shkodër. Pra bën gjithë verifikimet. Absolutisht duhet mendosh që një praktik pensioni që të miratohet përfundimisht kalon të paktën në 4 firma, pra është një proces përpunimi i asaj dosje, një proces verifikimi, një proces firmosje dhe miratimi dhe absolutisht e gjithë kjo procedurë për qarkun e Shkodrës mbyllet brenda 10 ditëve mesatarisht. Nuk them se s'ka që shkojnë më shumë se 10, dhe ka më pak se 10. Mbarësi problematikave që ka secili rast, dokumentacioni që ka paraqit, edhe të saktësisë atij dokumentacioni që ka. Dhe ajo që ishte shumë e veçantë, do thosha që ajo kërkesa paraprake një vit më herët i largoni davaritë dal nga dal pas një ngutje të gjitha paqartësitë, të lënë mundësi që të manovrosh, të shikosh mirë ecurinë e punës në mënyrë që të mos ketë skuta dhe mos ndodhesh para të papriturave në momentin që ti mush moshën për pension. Faktën e din që një vit përpara, që 5 muaj përpara, në momentin që ti interesohesh me këtij viti përpara se të mushësh moshën dhe e ke një lloj qartësie. E ke, po them, definitive qartësinë, sepse ne bëjmë gjithë verifikimet e domosdoshme me rajonet e tjera, aty, këtu, kudo që është dokumentacioni dhe qartësojmë gjithë secilin për periudhat kontributive që ka, që janë të verifikueshme dhe që janë sakta. Joleti ishte shumë qartë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që ishe sot në studio Mirëmëngjes Shkodër. Shpresoj që edhe dëgjuesit që na kanë ndjekur apo ata që na kanë ndjekur nëpërmjet faqes online Radio Shkodra të jenë sqaruar për shumë probleme dhe dilema që lidhen me pensionin apo edhe me vendimet e herpashershme të qeverisë në fushën e pensioneve. Ju falenderoj shumë dhe punë të mbarë në të gjitha sektorët e punës suaj në degën rajonale të sigurimeve shoqërore. Faleminderit juve. Edhe ju.